Kontrolli i lartë i shtetit publikoi një raport të gjerë mbi cilësinë dhe certifikimin e ujit pishëm të ambalazhuar. Raporti vlerëson punën e Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Bujqësisë, ISHP-s, AKU, strukturave rajonale dhe Agjencisë së Menaxhimit të burimeve ujorore në periudhën 2020 deri 2024. Auditorët konstatuan se sistemi aktual nuk garanton sigurinë e produktit që konsumojnë çdo ditë mijëra qytetarë. Institucionet shtetërore nuk zbatojnë detyrimet ligjore për kontrollin, monitorimin dhe analizimin e ujit të ambalazhuar. Përplasje kompetencash, mungesë koordinimi dhe kuadri ligjor i paqartë kanë prodhuar një sistem të copëzuar dhe pa garanci. Raporti evidenton se AKU licenson stabilimentet pa verifikuar nëse operatorët zotrojnë paraprakisht lejen e përdorimit të burimit ujor, edhe pse kjo leje është detyrim ligjor. Stabilimentet pajisen me licenca pa afat, ndërsa institucionet nuk shkëmbejnë informacion për rastet kur lejet e burimit pezullohen apo revokohen. Në raport thuhet se mungesa e bashkëpunimit mes AKU-s dhe Agjencisë së Burimeve Ujore krijon një boshllok të rrezikshëm në mbikëqyrjen e produktit. Po sipas auditimit, modeli i tanishëm i dhënies së burimeve ujore nuk garanton konkurrencë dhe nuk siguron kriteret të qarta për investimet. Institucionet nuk monitorojnë në vazhdimsi plotësimin e kushteve dhe nuk kryqëzojnë të dhënat që lidhen me burimet dhe licencat. Raporti thekson se laboratorët e AKU-s, ISHP-s dhe NJVKSH-s nuk janë të akredituar, ndonse legjislacioni i detyron të përdorin metoda sipas standardeve ISO. Përfaqësues të ISHP-s kanë pranuar gjatë takimeve me auditorët se instituti nuk ka akreditim të vlefshëm. Të tre institucionet përdorin analiza të pjesshme dhe nuk mbulojnë të gjithë parametrat e detyrueshëm. KLSH vlerëson se rezultatet e prodhuara nga laboratorë të pakredituar nuk kanë vlefshmëri të plot ligjore për monitorimin e tregut. Plani vjetor i analizave nuk është realizuar në asnjë vit të periudhës së auditimit. AKU ka kryer nga 56% deri në 84% të analizave të planifikuara. Në vitin 2023 u realizuan vetëm 128 analiza nga 206 të parashikuara. Qarkufier nuk ka kryer asnjë monster për 4 vite. Në Vlorë u kryen vetëm 7 nga 17 monstrat e planifikuara. Në Gjirokastër u kryen 98 monstra, por për secilën u analizua vetëm një parametër. Ndërkohë Korça shënoi anomalinë e vetme me rritjet pa kontrolluar të monstrave nga 11 planifikuara në 94 të kryera. Auditorët konstatuan se analizat rëndësishme mikrobiologjike apo kimike nuk kryhen dhe një pjesë e mirë e treguesve mbetet jashtë kontrollit. Situata paraqitet edhe më problematike në pikat e inspektimit kufitar. Në pikë Durrës nuk është marrë asnjë monster për ujin e ambalazhuar të importuar që nga janari 2023. Strukturat e AKU-s kanë deklaruar se nuk e kryen kontrollin për shkak të mungesës së tarifave të shërbimit në udhëzimin e Ministrisë së Bujqësisë. Auditorët nënvizojnë se ky interpretim ka pezulluar kontrollin e një prej kategorive më të ndjeshme të produkteve që hyjnë në vend. Raporti i KLSH-s përfundon se institucionet nuk kanë garantuar mbrojtjen e konsumatorit. Procedurat për licencimin e burimeve ujore dhe stabilimenteve kanë mangësi serioze. Laboratorët nuk plotësojnë kriteret e detyrueshme. Analizat nuk kryhen sipas planit. Bashkëpunimi mes institucioneve mungon. KLSH ka dhënë rekomandime me afate të detyrueshme dhe i ka kërkuar institucioneve të rishikojnë procedurat, të akreditojnë laboratorët dhe të vendosin kontroll të plot nga burimi deri tek tregu.